Nëse krahasojmë situatën nga mëngjesi, sot është shumë më e gjatë se sa në mëngjes, pasuari kthyen përsëri në shkollën fillore nga Nisa Ramati. Në këtë shkollë atmosfera është mjaft e mirë, madje edhe votuesit po shoqërohen me muzikë nga kjo shkollë, të cilët edhe një herë lutem. Në votuesit them që po shoqërohen me muzikë nga shkolla. Rregull. Muzikë lëshojnë komisionerët aty? Po, komisionerët janë duke lëshuar muzikë këtu në shkollë, në këtë qendër të votimit, deri më tani janë 6.371 votues në qendër të votimit, mirë po rriti pak më parë kemi pasur 2 incidente të vogla në këtë qendër të votimit. Po lutem. Nëse mund t'i çmuajmë kështu. Po. Një qytetar I cili kishte votuar nuk e di se çka e ka nervosur atë qytetar, mirë po doli duke venduar të gjithë profesionerët, madje edhe drejtorin e shkollës, ndoshta prezionali tashmë dhe I ka kapetët e zgjedhjes sa nuk e di ku është problemi, mirë po ishte pak I frustruar. Fjalë, çfarë ndodhi? Arsye konkrete nuk patë mundësi me kuptu se Ju thoni që një qytetar Melisa, ju na përsoj në këtë votim nuk na dha përgjigjen, paretëm me e marrë një përgjigje. Këtë votues që doli nga klasa ku po votoj, ju e pa të revoltuar, ka që arrini të dini, apo? Po, kaq. Nuk na dha ma shumë përgjigje. Po trendi votimeve si po shkon aty? Çfarë thon komisionerët për trendin e votimeve, për mbarvajtjen? Apo shkon çdo gjë në rregull, ka probleme, çfarë po thon? Ke biseduar me ta? Thonë që deri më tani thonë që është gjithçka në rregull, mirë po do qytetarët pas doli nga salla e votimit na tha se brenda gjysmë ore ngjyra që e identifikon që ka votu ju ka fshime një herë dhe si në forma I gare tha që tash nuk se prapë votuar dhe nuk kanë me drejtin se më ka fshime një herë ngjyra. A ka bë shaka thu? Na dhe po që ngjyra nuk ke, si identifikim që ai ka votu, tash nuk I di, nuk patëm ndonjë ankesë tjetër sa I përket qytetarëve, komisionerët po thonë që gjithçka është të shkuar sipas rregullave, kemi parë edhe policinë e Kosovës që është këtu prezant duke ruajtur rendin dhe qetësinë, deri më tani kaq kemi nga Prizreni.